Korça njihet si qyteti i traditës, kulturës, trashëgimisë dhe më mirë se kushdo këtë e ka përcjell Lirika Pojani, kostumografja e folklorit tradicional të Juglindjes. Ka qenë viti 2011 kur ajo ka krijuar kostumin e parë, pasion ky i cili u reflektua ndër vite. Bashkëshorti i saj Bardhi Pojani, koreografi mirënjohur korçar, hapi një sallë ku do të mësonte fëmijë të rinj si të kërcenin vallet popullore dhe rryma të tjera. Kjo ka qenë piknisja edhe e pasionit të Lirika Pojanit, e cila pas hapjes së sallës së bashkëshortit pa nevojën e krijimit të veshjeve popullore për kursantët. Arritjet e saj deri më sot kanë qenë të mëdha pasi 2 herë ajo ka qenë kostumografe e festivalit të Gjirokastrës, duke përfaqësuar denjësisht traditën e qytetit të bukur të Korçës. Për të krijimi një galerie që më në fund i arriti ta realizonte, ishte një ëndër e mbetur në sirtar. Fillimet e para, kostumin e parë kam bërë në vitin 2011. Fillovi ashtu krejt papritur, bashkëshorti tim hapi një sallë dhe aty ishte nevojë që të visheshin këta fëmijë, që të performonin vallet e ndryshme, duheshin kostumet e zonës. Dhe kështu fillovi. Gjatë gjithë kësaj kohe nuk kam rreshtur së punuari folkun. Pastaj në 2015 kam qenë kostumografe në festivalin e Gjirokastrës dhe aty që një dashuri më vete, nuk e di, shumë e vlerësuar, përfaqësoja Korçën me kostumet më të bukura të saj dhe vazhdoi dhe urita shumë më vonë, ku në 2023 ishim prap kostumografe në festivalin e Gjirokastrës. Por, çfarë dua të them, gjithmonë kam qenë ju e plotësuar në këtë pjesë. Pse? Sepse më kanë ngelur drejt që e mori ato foto në celular. I kam darë me persona të veçantë që bënin një porosi. Dhe sot ëndra ime shpërtheu dhe dua ta ndaj me të gjithë njerëzit. Sa të bukur e kemi folkun. Sa e pasur është Korça me kostumet e saj. Dhe këtë ëndër sot dua ta ndaj me të gjithë dhe dua të festojnë së bashku me ëndrrën time dhe me traditën. Dhe të gjithë i kanë ftuar sot të festojnë me traditën dhe me këto vlerat e bukura, kaq të bukura që i kemi. Lirika Pojani pavarësisht se ka shumë për të folur për veten e saj, ka zgjedhur që fokusin ta marrë galeria e inauguruar në zonën e pedonale së qytetit. Ajo mes emocionesh na tregon me detaje se çfarë mund të gjejnë ardashësit, qytetarët korçar, të rinj dhe vizitorët në galerinë e saj Etnoart. Një nga kostumet më të vjetra daton prej vitit 1988, një kostum qytetar me të cilin u përfaqësua edhe në Gjirokastër. Ndërsa një tjetër edhe më i vjetër është kostumi i grave të fshatit Dardh, që mbart një histori të veçantë të risjelljes së tij në jetë. Në ekspozit, përveç kostumeve të qarkut të Korçës, duke filluar nga kostumi i Dardhës. Kostumin e Dardhës e kemi simbolin e Korçës për gra, sepse Dardha ka qenë një qytetari e Korçës. Pastaj për bura kemi kostumin e Devollit, me fustanellën, me jelekun me krah, ku në fustanin e Dardhës nuk kam lënë ornament të fustanit ashtu, duke sjell në 3 breza nga sëndyku, i një zonje të motshme. E kam punuar me aq dashuri dhe aq pasion, duke mos lënë asnjë gjë. Kostumet e tjera kemi qytetarin, që nga 88 këtë me qytetarin janë përfaqësuar dhe në Gjirokastër në vitin 2023 dhe e jeshon më shumë edhe varshat kur e veshin, edhe që jam shumë e lumtur që këtë kostume kam bërë dhe pjesë të asamblit të Skënderbeu. Ajo që na bën përshtypje gjatë vizitës tonë pranë galerisë Etnoart është padyshim vlera e çmuar që vijon të mbahet gjallë si traditë e zonës nga Lirika Pojani. Ajo thotë se çdo detaj i kostumeve është një varg historie që i përket Korçës, një traditë që duhet ta shijojë edhe brezi i ri. Shumë vlerë. Janë vlerë, janë shumë të çmuara. Çdo detaj i kostumit është një varg historisë që na përket. Shiko, qëllimi im duke punuar këtë ekspozit, këtë galeri dua të them, sepse kam sjell ca tradita, gjëja e parë që duke punuar dhe gjithmonë kam menduar që kushdo që ta vizitoj, të zgjojë atë ndjenjën e dashurisë dhe të jipin emocionet, nëse ndodh kjo unë e kam arritur. Dhe jo vetëm, dëshira dhe qëllimi im është që
të vijë brezi i ri, sepse duke e parë, duke e shijuar, duke e prekur, do t'i lindë dëshira të krijoj që këto motive të folkut t'i vesh në jetën e përditshme, t'i vër në një lek, apo në një festë, t'i dashurojë dhe t'i çoj më përpara, dhe kështu brez pas brezi neve e përcjellim këtë traditë kaq të bukur. Net pa gjumë, lodhje pa mas, gjatë gjithë këtyre viteve, por për Lirika Pojanin ajo që ka më shumë rëndësi është konkretizimi i çdo elementi të vjetër të veshjeve. Nëse ditët e sotme nuk mund të gjejmë elementin e xibunit, këtë shumë mirë mund ta përshtat Lirika Pojani me elementin e shajakut. Shumë, nuk di të them, net pa gjumë. Jam lodhur shumë sepse meraku që t'isha shumë konkrete në traditën, që mos më lëvizte asnjë element. Shiko, neve në vitet e sotme që jetojmë nuk mund të gjejmë atë xibunin, atë materialin që bëjnë ato vite, por kemi mundësira. E kam sjell në shajak, e kam sjell në materialet që mund të gjesh, por kjo nuk do të thotë që i bien vlerat, sepse unë kam ruajtur me shumë dashuri të gjitha elementet që ka kostumi. Galeria e hapur nga artistja Korçare është realizimi i ëndrrës së saj shumë vjeçare. Ajo falenderon të gjithë pjesëmarrësit që nga miqtë e saj, ardashësit Korçar, qytetar por edhe vizitor të huaj, të cilët në tingujt e muzikës shijuan atmosferën fantastike duke kërcyer e duke njohur edhe folklorin muzikor të zonës. Unë kam shumë emocione sot dhe i falenderoj të gjithë që janë pjesë sot e këtij emocioni tim, e kësaj ëndre time, dhe i ftoj të vinë ta shikojnë, sepse do gjejnë veten, do gjejnë Korçën, do gjejnë traditat e bukura që për ne nuk do vdesin kurrë. Lirika Pojani, artistja me duar të arta, mbetet një nga vlerat që ka Korça, pasionin dhe dashurinë e saj për folklorin. Ajo kërkon ta trashëgojë brez pas brezit duke u përcjell përmes galerisë së saj të rinjve vlerat dhe traditat që janë të pavdekshme. Ajo do të rizgjojë dashurinë për traditën, një dashuri që është brenda çdo kujt, por thjesht duhet të dalë në pa.